Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Personat që hanë banane çdo ditë duhet ta dëgjojnë këtë lajm urgjent. Me siguri jeni befasuar nga titulli për mos u habisni. Bananet shkaktojnë dhimbje stomaku, por jo tek të gjithë. Arsyeja pse ndodh kjo besohet se ka të bëjë me alergjitë e stomakut, një çrregullim i sistemit tretës ose për shkak të një infeksioni. E fundit, por jo nga rëndësia, është se dhimbja mund të shfaqet për arsye se stomaku mund të jetë i ndjeshëm ndaj bananes. Pjekuria e bananes, sipas ekspertëve, ndikon në sastinë e nisë shtesë e cila gjendet tek ky frut. Gjithashtu, sa më e papjekur të jetë banania, aq më pak nisë shte ka. Një banane e papjekur, pra me ngjyrë jeshile, ka 12 herë më shumë nisë shtesë se banania e pjekur. Ushqimet me përmbajtje të lartë nisë shteje treten me shumë vështirësi dhe shpesh prodhojnë gazra në sistemin tuaj tretës. Një gjë e tillë mundet gjithashtu që të shkaktojë dhimbje tek disa njerëz. Ndaj, nëse stomaku juaj është i ndjeshëm ndaj bananes, ju duhet të zgjidhni një sa më të pjekur. Kolitis spastik. Gjithashtu, kolitis spastik ose sindroma e zorrës së irrituar karakterizohet nga dhimbje ose fryrje barku, çrregullime të jashtëqitjes si diarrea apo konstipacioni, ndjesia e ngopjes së shpejtë pas ngrënies. Këto probleme munden që të kenë një kohëzgjatje mbi 3 muaj, thonë ekspertët. Njerëzit që vuajnë nga ky problem kanë vënë re se banania i përkeqëson gjithashtu simptomat sepse shkakton gazra të tepërt në sistemin tuaj tretës. Kjo nuk është një problem për njerëzit të cilët kanë një tretje normale, por në rastin e këtij koliti, banania mundet që të shkaktojë dhimbje dhe parehati. Alergjitë. Ka njerëz të cilët janë thjesht alergjik ndaj bananes. Ky problem manifestohet me simptoma të alergjive të tjera, pra me të shtima, vështirësi në frymëmarrje dhe gjithashtu koll. Proteinat e bananes kanë të njëjtën strukturë si poleni dhe për këtë arsye banania shkakton jo vetëm dhimbje stomaku, por edhe prek rrugët e frymëmarrjes. Njerëzit të cilët janë alergjik ndaj mështeknës apo gomës kanë reagim të ngjashëm edhe ndaj bananes. Intoleranca ndaj fruktozës. Nëse një banane përmban 5% fruktozë, pra një sasi shumë të ulët, për disa njerëz banania mundet që të jetë një problem sepse stomaku nuk e tret dot dhe kësaj dhëmb. Intoleranca ndaj fruktozës diagnostikohet që në muajt e parë të jetës. Na ndodh shpesh kur dalim pa ngrënë nga shtëpia në mëngjes të marrim një banane si zgjidhje për të mos ikur me stomakun bosh. Vetitë e bananes e dim që janë të shëndetshme, ushqyese dhe të japin energji si dhe ushqim për mëngjes i cili është shumë i nevojshëm. Mirëpo sipas nutricionistëve çuditërisht banania është një nga ushqimet më të këqija për të konsumuar në vaktin e parë të mëngjesit, pavarësisht se ato janë plot me kalium, fibra dhe gjithashtu magnez. Bananet nuk janë një mundësi e shkëlqyeshme për vaktin e parë të ditës. Nëse nuk shoqërohet me një ushqim tjetër i cili përmban yndyrra të shëndetshme, banania do t'ju ngopë përkohësisht dhe më vonë do t'ju bëjë ju të ndiheni të përgjumur dhe gjithashtu të lodhur. Ndryshe nga ç'mund ta keni menduar, ky frut nuk ju ndihmon që të mbani një sistem tretës të shëndetshëm. Bananet përmbajnë gjithashtu shumë sheqer dhe kur sheqeri konsumohet në çfarëdo forme, ai i nënshtrohet procesit të fermentimit njësoj si birra dhe vera, duke u shndërruar gjithashtu në acid dhe alkool në trupin tuaj. Kjo më pas bllokon sistemin tuaj tretës. Megjithatë, nëse se ju pëlqeni që të konsumoni banane në mëngjes, s'keni pse të hiqni dorë.
thjesht shoqërojeni atë me një ushqim i cili përmban yndyra tepër të shëndetshme si për shembull kos natyral, kanellë e të tjerë. Mjekët paralajmërojnë ky grup njerëzish nuk duhet të hajë banane. Peggy Tan, dietologe nga Qendra Shëndetësore Komunitare dhe një anëtare e grupit Sting Health, shpjegon pse bananet janë të mira për ju dhe kur duhet t'i hani ato. Kur është koha më e mirë për të ngrënë banane? Koha më e mirë për të ngrënë banane varet nga nevojat dhe preferencat tuaja ushqyese. Në përgjithësi, shija dhe vlerat ushqyese të bananes ndryshojnë ndërsa ato piqen. Bananet e sapo pjekura priren të jenë më pak të ëmbla se bananet e pjekura mirë, sepse nisë shteja nuk është zbërthyer plotësisht në sheqerna të thjeshta. E mira e të ngrënurit të bananeve të sapo pjekura është se ju qëndroni të ngopur për më gjatë dhe shijoni përfitimet e nisë shtesë rezistente në të. Nga ana tjetër, një banane e pjekur mirë me disa njolla të errta në lëkurë është më e lehtë për t'u tretur dhe mundet që t'ju jap ju energjinë që ju nevojitet përpara se të luani sport. A mund të hanë të gjithë banane? Disa probleme mjekësore mund të bëjnë që njerëzit të kenë një nivel të lartë të kaliumit në gjak dhe për këtë arsye ju nuk duhet që të hani banane. Dhe në kundërshtim me besimin popullor, një person me diabet mundet që të hajë banane për sa kohë që përmbajtja e karbohidrateve të përllogaritet. Gjithashtu, bananet janë një problem serioz në situatën kur keni ndonjë sëmundje të zorrëve në fazën akute, sidomos kur fjala është për bananet e gjelbra dhe të papjekura sepse ato kanë një përmbajtje të lartë të natriumit dhe prandaj munden që të veprojnë si diuretik. Mjekët paralajmërojnë se personat me gastrit nuk duhet që të kombinojnë bananet me asnjë produkt tjetër dhe kombinimi i vetëm i mundshëm është ai me kos, djathë dhe gjithashtu qumësht ose mollë. Ata gjithashtu theksojnë se nëse ju hani banane me stomakun bosh, sasia e magnezit në gjak fillon dhe rritet ndjeshëm, gjë e cila mundet të jetë tepër e dëmshme për zemrën tuaj. Nga ana tjetër, në qoftë se ju hani banane me shumicë, duhet të dini se ajo ofron disa komplikime shëndetësore. Konsumimi i tepërt i bananeve mundet që ta bëjë trupin tuaj që të vuajë nga mungesa e lëndëve ushqyese. Çfarë do të thotë kjo? Disa njerëz të cilët ndjekin një dietë me banane duke mbijetuar vetëm me banane duhet të dinë se kjo nuk i jep trupit tuaj sasinë e mjaftueshme të vitaminave, të proteinave dhe njëkohësisht ajo mundet që të shkaktojë probleme dhe yndyra të tjera. Shtim i pashpjegueshëm i peshës, ngrënia e shumë bananeve gjithashtu nuk rekomandohet për ata të cilët po përpiqen që të humbasin në peshë. Ky frut dihet se ka veti për të shtuar në peshë. Kapslëk, bananet e papjekura ose bananet jeshile munden që të shkaktojnë gjithashtu probleme të tretjes dhe kjo ndodh kryesisht për shkak të përmbajtjes së lartë të fibrave në banane dhe konsumimi i një sasie të tepërt të fibrave mundet që të shkaktojë dhimbje barku, gazra dhe fryrje. Përgjumje, bananet janë të mbushura gjithashtu me triptofan, aminoacidi i cili ndihmon trupin tuaj që të flejë më mirë. Rritja e problemeve dentare, bananet janë të pasura gjithashtu edhe me sheqer, edhe pse është e natyrshme, kjo përmbajtje e lartë e sheqerit në banane mundet që të sjellë dëme për shëndetin tuaj dentar. Ka zero yndyra. Është e drejtë, bananet vijnë me një përmbajtje zero yndyre. Ju mund të pyesni pse na duhen yndyrat. Yndyrat janë gjithashtu një lëndë ushqyese tepër e rëndësishme për trupin për të qëndruar i shëndetshëm. Megjithatë, marrja e yndyrave duhet të jetë e kufizuar dhe gjithashtu duhet të shikoni drejt ushqimeve me yndyra më të mira.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.